Ne tani vim tek pika kur ju jeni të gatshëm të ndaloni tek principi I autosugjerimit dhe të bëni një përdorim të drejtë për drejtë të tij në zhvillimin e vetes tuaj në një person pozitiv, dinamik dhe të vetëdijshëm. Ju jeni të udhëzuar tani ta kopjoni formulën e ardhshme, ta nënshkruani atë dhe ta mbani mend. Formula e vetbesimit. E para, unë e di se unë kam mundësinë të arri objektin e qëllimit tim të definuar. Prandaj unë kërkoj nga vetvetja të jem këmbëngulës me akte sulmuese dhe të vazhdueshme deri në arritjen e tij. E dyta, unë e kuptoj se mendimi dominant I mendjes sime përfundimisht e riprodhon veten në botën e jashtme, me veprime fizike dhe gradualisht e transformon në realitetin tim fizik. Prandaj unë do ta koncentroj mendjen time për 30 minuta çdo ditë në drejtimin e të menduarit për personin që unë kam ndërmend të bëhem, duke krijuar një fotografi mendore të këtij personi dhe mandej duke transformuar atë fotografi në realitetin tim me anë të shërbimit praktik. E treta, unë e di se nëpërmjet këtij principi të autosugjerimit, çdo dëshirë që unë në mënyrë këmbëngulëse e mbaj në mendjen time, në fund do të kërkoj një shprehje të kuptueshme praktike për realizimin e tij. Prandaj unë duhet të kushtoj 10 minuta çdo ditë duke I kërkuar vetvetes zhvillimin e faktorëve të emëruar në 15 mësimet e këtij kursi lexues të ligjit të suksesit. E katërta, unë e kam përpiluar qartë dhe e kam shkruar qëllimin tim të definuar për 5 vitet e ardhshme. Unë kam vendosur një çmim të shërbimeve për secilin nga 5 vitet e ardhshme. Një çmim të cilin unë kam ndërmend ta fitoj dhe ta marr nëpërmjet zbatimit të rrept të parimeve të principit efikas dhe të kënaqshëm të cilin unë do ta bëj paraprakisht. E pesta, unë shumë mirë e kuptoj se nuk ka pasuri ose pozit që mund të zgjas shumë përveç se nëse është e ndërtuar mbi të vërtetën dhe drejtësinë. Prandaj, nuk do të lidhem në asnjë ujdi e cila nuk sjell dobi të gjithë atyre që ndikohen në të. Unë do të kem sukses duke tërhequr tek unë forcat të cilat dua t'i përdor dhe kooperimin e njerëzve të tjerë. Unë do të nxis të tjerët të më shërbejnë mua, sepse unë së pari do të ju shërbej atyre. Do ta eliminoj urrëtitjen, zilin, xhelozin, egoizmin dhe cinizmin, duke zhvilluar dashuri për gjithë njerëzimin, sepse unë e di që një sjellje negative ndaj të tjerëve nuk do të më sjell mua sukses. Unë do të bëj të tjerët të më besojnë mua, sepse do të besoj në ata dhe në veten time. Unë do ta nënshkruaj emrin tim në këtë formulë, mbjell në mendjen time dhe do ta përsëris me zë të lartë një herë në ditë, me një besim të plot, sepse kjo gradualisht do të influencoj jetën time, kështu që unë do të bëhem një punëtor I suksesshëm dhe I lumtur në fushën e zgjedhur të përpjekjeve të mia. Nënshkrimi, do me thonë, para se të nënshkruani emrin tuaj në këtë formulë, sigurohu se ti do të përmbahesh instruksioneve të saj. Pas kësaj formule gjendet një ligj që asnjë njeri nuk mund ta sqarojë. Psikologët e referojnë si një ligj I autosugjerimit dhe këtë lënë tek ajo, por ti duhet ta mbartësh dhe ta mbash mend një pikë për të cilën këtu nuk ka jo siguri. Dhe ky është fakt se cili do që të jetë ky ligj aktualisht punon. Ky ligj aktualisht funksionon. Unë jam Mimoza Thaçi dhe ju dëshiroj një jetë të mrekullueshme.